Ne mendojmë që SPAK-un, duke ditur që SPAK-un e paguarin dhe e ngritën amerikanët, mendojmë që do bënte detyrën për cilën është ngarkuar. Jo, SPAK-u po hesht. Dhe SPAK-u është bashkë përgjegjës për këtë situatë kriminale që po mbretëron në Shqipëri. Për këtë arsye ju mendoni që ka ardhur delegacioni nga Shtetet e Bashkuara? Patjetër, janë detyruar të vinë me këmbë. Të vinë këtu dhe t'i thonë të vëmë gjëra në përvend, se këto e presim ne, këtë prisja dhe shqyr erdhën. Dhe tani që erdhën, kanë ardhur me ndonjë listë apo thjesht me fjalë? Jo, ata s'kanë ardhur për të bërë xhiro në Shqipëri. Ata kanë ardhur për të bërë pikat mbi, sepse Amerika nuk është shtet mafioz dhe nuk është shtet komunist që sot ta mohojë nesër. Amerika është shtet serios dhe planet për Shqipëri janë bërë këtu 100 vjet përpara. Dhe Amerika ka ardhur aty që të vërë situatën, të vërë drejtësinë në punë. Dhe unë pres nga sot, nesër pas nesër, edhe në ditët në vijim, pres arrestimet e domosdoshme, se ne qojnë të bujshme. Si janë të bujshme, jo të bujshme do jenë kur të vend 1800 ca deputet të vend përgjigjen para drejtësisë. Kur të shtetëzohet pronat e vjedhura, resortet, vilat, pallate, çfarë kanë bërë, çfarë kanë vjedhur. Është skandaloze gjendja në Shqipëri mo. Çfarë bëjnë këta që e quajnë veten demokrat dhe që e quajnë veten avdetar? Turp të vi vend pas brekëve të Sali Berishës. Turp të vi, pasin faqen e zezë. Avokat, tani ne kemi 4 pushtete. Tani edhe ju i dini mirë, ekzekutivi, legislativi, gjyqësori, është edhe media, gazetarët. Ju nga mendoni që do nis kjo pjesa e dytë mas kamxhikut amerikan? Nga drejtësia. Nga brenda. Nga brenda, patjetër. Drejtësia, jo nga brenda. Brenda jashtë drejtësia është një. Drejtësia duhet të marrë ligjin në dorë dhe të zbatojë ligjin. Prokuroria dhe gjykata të zbatojnë ligjin. Të mos tallen e akuzojnë Sali Berishën për një 5 metër katror që ka marrë te Partizani, te klubi Partizani që ajo, edhe të thresë edhe një 200 dëshmitarë. Pse kështu bëjnë gjyqet zotëri? Jo, zotëri, jo. Jo, zotëri, jo. Sali Berisha ka përgjegjësitë jashtëzakonshme. Sali Berisha është armiku që më i madh dhe më i poshtë nga Enver Hoxha për shqiptarët, se mashtroi dhe mashtron akoma dhe sot e kësaj dite dhe del ka patrupsin dhe shkon në për televizion dhe thot mua më bodhën votat. More pa fytyrë. Po kur ti e ke në statut që me duhet të dorëzosh pushtetin, të dorëzosh partinë, pse nuk e dorëzosh? Ç'ke? Me këtë tallesh. Dhe si u duhet me sa skryve faqe ke del para qytetarëve shqiptar, ti o zotëri dhe thua jam demokrat. Qa demokrati e ti mo? Ti je më Pinochet se Pinocheti. Ti Sali Berisha, je më komunist dhe më Pinochet se Pinocheti. Ose këta të Khmerët e kuq. Ti je si krerët e Khmerëve të kuq në Kambodgja që vranë 1 milion e ca njerëz. Ti s'ke mundësi, se të kishe mundësi dhe këtë do ta bëje. Do t'i zhduke të tërë kundërshtarët e tu. Avokat, po ai thot mua s'po ma kërkon njëri nga brenda dorëheqje nga partia. Po kush ja kërkoi? Banda që ka krijuar që i ka ngopur të tërë, kush? Kush do t'ja kërkoj? Pa më thuan çik, do ja kërkoj ai Noka? Noka do t'ja kërkoj dorëheqje? Jo. Jack Markaj, Kelliçi. Janë të tërë që kanë ngrënë me të, s'kan fytyrë ti. Dhe i ka jo. Që ti mbaj rreth vetes është një metodë e njohur e komunistëve. I inkriminojnë. Dhe kur i inkriminojnë janë detyruar që të hedhën ballen sipas orkestrën që ka vënë kryetari Kapobanda. Dhe Kapobanda këtu është Saliu dhe u thot, o kështu si u them unë se u mori lumi. Dhe ata si të trash që janë, se nuk janë politikanë, jo. Se po të ishin politikanë, do ja tregonin vendin me metoda shumë moderne, shumë demokratike, të zotëri, kemi një statut, ke humbur, jetë dorëheqjen. Neni Basha. Se i vuri emrin e nenit edhe vetë s'po e zbaton. Po, fix. Avokat, po Lacivita erdhi, mori lekët edhe iku. I lumt. Po Sali Berisha nuk ka burrëri, është i pa burr. Është burrec. Se nuk del që të thot Sali i ka dhënë Lacivitës. Pse nuk e thot? Nuk e thot se do t'i dalën do bislëqet që ka vjedhje, që ka bërë. Për këtë nuk e thot.
Dilër e ti, Sali Berisha, bubur dhe këtuaj qytetarëve, se të kam bërë tire disa herë, dhe të dukem kështu i vogël një qytetar i rëndomt. Po dilën edhe na thuaj, Sali ki ke dhënë Lasivitës dhe ku i gjete? Këtë na thuaj, se do fillojmë dhe me pronat e tua, sa të hynë fuqi qeveria teknike që është ngritur, do merremi që s'kemi të punë me atë punë, dhe nuk do kesh këto akuza që ke, po do kesh ato akuza që të takojnë dhe që ke bërë. Po, përveç Lasivitës, dosje tjetër është dhe $6 milion që deri tani s'fa kemi parë efektin. Se janë 2. Ore, këto janë një pikë ujë këto, që diskutojnë, qoftë Lasivita, qoftë $6 milion. Ora ku kanë fund milionat atyre, mori. Ata janë miliarderë, jo milionerë, janë miliarderë. Janë miliarderë në Shqipëri. Dhe duke që janë miliarderë duke pirë gjak të ky popull. Duke pirë gjak në kufomën e dergjur të Shqipërisë. Në Shqipërinë e rrëzuar për tokë, në Shqipërinë që jep shpirt, në Shqipërinë që e kanë goditur dhe e kanë plagosur për deke komunistët shqiptarë. Ka ardhur fundi tyre, nuk jam pesimist, jam optimist, do japin llogari si qënd e qenit dhe do shkojnë në burg atje ku u takon. Edhe ky që ka partisë dhe thot, dale se do thrasim 100 sa dëshmitarë, ku t'ja thot këto? Ore, unë flasë për Sali Berisha se nuk më ka faj Edi Rama. Edi Rama është hajdut, kriminel, zbatharak, palaco, anti-shqiptar, qifut, i ka të tërat zezat. Po e kam armik, e di që e kam armik. Nësa kjo hiqet si kur është mik, dhe nga nga të nga bëngropën. Për kse urejmë shumë këtë? Avokat, për të dalur të PS-ja, çfarë po ndodh brenda, se pushteti vështirë, mandati 4, duket se do energji të reja. Nuk kanë energji të reja, nuk e din që s'kanë fituar, e din që është një fitore sajuar, nuk është fitore e tyre, e din që populli nuk i do, gjetën një fushë të lirë që të bëjnë çfarë të duan nëpërmjet bashkëpunimit me këtë kriminalin tjetër, me këtë hajdutin tjetër Saliun, që vazhdimisht kanë bashkëpunuar bashkë që nga viti 92, që ku e mori Partinë Demokratike Sali Berisha dhe deri më sot, janë në unison të plot me njëri tjetrin, me një propagandë të shkëlqyer, me një mashtrim klasik të sofistikuar, që gënjen një popull që nuk ka nivelin e duhur politik për të dalë përpara të stop çan këto juvën, më këtë halleni. Njerëz të zgjuar dhe njerëz të aftë i përthunin dorë shtetit nuk i hequr nga puna.